Pse Allah nuk e pranon kthimin e njeriut pasi të ketë ardhur vdekja dhe thot o Zot kthehem edhe një herë be. Shkojnë në dunjë të bëj vepra të mira. Shtesh e po, që kuptova, shtesh se fe Islam e kanë e mirë. Pas na gabu, ai kthehem më edhe një shans. Kthehem edhe një. E Allah i thot jo. Pse nuk e pranon? Për dy arsye kryesore. E para sepse ai të ka dhënë arsye 60 vjet, 70 vjet. Vazhdimisht. Për çdo ditë të ka dhënë mundësi. Ti domthon bën ti llogari 70 vjet herë 365 sa mia ditë ke jetu. Kupton? E ke ato shansa ti ke shpërfill, i ke neglizhu, i ke ignoru, i ke përbuz, i ke keq përdor. Edhe vjen momenti i vdekjes, e ti thotë nga rapet, s'ka logjik, se ti nuk se ti njëjti. Ai që s'ke ndryshu, ai që s'ke menu për pendim, një ditë me ndaktim e mia ditëve të jetës tonë, si u bë sot të kujtu më u pendu. Mos e posh. Po, mos e po. Kjo është e para, e dyta që është më problematike për atë njeri është se Allahu e din se nëse jep shansë të dyta ai përsëri ka me vazhdu njëjtë. Çaj njerëz tha. Madje se tha është një hadith i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam shumë interesant. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam a'dhara Allahu ila rajulin balagha 60 min wa lam yatub. Allahu do të maksimalisht i ka dhënë mundësi arsyetimi njeriu që ka mbush 60 vjet dhe s'është pendu. Çfarë do të thonë kjo? Do të thotë nëse Allahu të ka dhënë ty 60 vjet jetë dhe ti s'je pendu, s'ke det me thon Zotit o Zot, pse s'ma mësove të pendona ose pse s'ma dha edhe një shans. S'ki mundësi, s'ki drejt me thonë, se 60 vjet i ka dhënë Allah mundësi të pendohesh. Për çdo ditë. E ti aty ke refuzuar, i ke përbuz. Ti thu tash unë kam arsye me lipi Allahut, domethënë me më dhënë një shans ose me akuzu Allahun se s'ka dhënë shans pendimit. Kjo s'qëndron. Se 60 vjet i ka dhënë. E ti kur 60 vjet si e pendu, domethënë se ke një të më pendu. Edhe kjo që thash domethënë se Allahu e din edhe nëse ta e pat mundësi ti s'ke më pendu. Edhe për këtë arsye Allahu i madhëshëm këtyve njerëzve në këtë moment fundit, e treta është me përmend edhe këtë se Allahu tregoi se afati i fundit i pendimit është shpirti në fyt. Inna Allaha yaqbalu tawbata al-'abdi ma lam yughargir. Allahu e pranon tawben robit përderisa nuk e vjen shpirtin në fyt. Ta tregoi këtë punë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Po ai si se ka lexuar këtë, si se ka ditë, për shembull një kines tu punu aty. Ja ai ka me pas probleme se çdo ditë e ka pa madhinë e qiellit dhe tokës. Atë që ka kriju njeriu në kafshë edhe ka pas mundësi me arritje besimi monoteist e para. Kjo është e dyta, ka pa musliman në botë. E se ka pa ndoshta koshia, me ka pa televizor, ka pa telefon. Ai ka një për islamin. Megjithatë, nëse ndodh që dikush, kjo është temë tjetër që s'ka lidhje me këtë temë ato. Vdes, domethënë, pa i arrit aty thirrja e vërtet islam, hiç si ka arrit, ai do të testohet në jetën pas vdekjes në ahiret. Do t'i dërgohet pejgamber. Nëse e beson, do të hyjë në xhenet. Nëse nuk e beson, do të hyjë në xhenem. Domthonë, edhe aty Allahu ka më thënë argument. Ama flasim në për njerëzit që ndëgjojnë për islamin, ndëgjojnë për musliman, edhe refuzojnë, edhe e ignorojnë për shembull. Ai ndoshta se refuzojnë, po s'lexon, si intereson islami. Ai ka më dhënë llogari sepse ti e ke patë mundësinë me mësuti, pse se lexove. Ti e merr një telefon të ri, ja lexon prospektin. Udhëzimin. Shumë shembull i mirë. E merr telefonin, ja lexon udhëzimin. Po ti këtë botën që ka krikuar, ka kriju dikush. Ka ne udhëzim. Merë lexoj atë udhëzimin, çka thotë? Për veten tonë, për botën, për qiellin, për tokën. E tash Zoti i Madh pëlqej kjo gjë. Zoti i Madh na ka kriju neve, ka udhëzimet e veta, merr i lexoj. I pëlqen, si pëlqen është mohabeti jot, ama ti lexoj. E ti jo ti ta injorosh. Andaj Allah i Madhëshëm vazhdimisht na tha më herët, e ka kriju natyrën e pastër të njeriu. I ka dhënë mundësinë e reflektimit duke pa qiellin e tokën. Pastaj i ka dërguar pejgamber, pastaj i ka dërguar shpallje, pastaj i ka dërguar ndodhi në jetën e vet.